siç e keni thënë edhe në fillim të emisionit, aktakuza është ngritur. Përshëndes edhe dëshmitaren që keni në studio, si është një nga dëshmitaret e rastit. Ne tani presim aspektet procedurale, siç paraqet kodi i procedurës penale, dhe presim nga gjykata derisa të procedoj çështjen pasi është edhe fillimi i vitit. Ajo që dua ta theksoj periudhë për opinionin është se ky rast nuk bën pjesë në mjetin e rasteve të trashëguara nga misioni juridik i Veronikës. Këtë rast e kemi krijuar ne, Prokuroria Sociale, në kohën kur kam filluar punën në këtë departament, ka qenë vetëm një raport informues i policisë në lidhje me të panderin Goran Radisavlli dhe Pikuri, cili përmendej në 3 rastet më të rëndësishme që ne kemi në punë, që masakra Reçakut, masakra Jasharëve dhe vëllezërit e Tiçi. Është i përfshirë Guri Radosavljević, është i përfshirë në të 3 rastet, bazuar në ato çfarë vren prokuria juaj. Në raportin informues të policisë që kishim ne në të shkresat e lëndës dhe cilin si raport të kishim trashëguar nga Uliksi. Po. Pastaj unë kam kriju dosjen e Reçakut dhe kam filluar si rast të veçantë dhe kemi punuar në mbledhjen e provave. Të gjitha provat janë mbledhur mas marrjes së kompetenca nga ana e prokurorëve të Kosovës. Janë dëgjuar të gjithë dëshmitarët e identifikuar dhe të mundshëm eventual cilët janë gjallë në fshatin Reçak. Jemi fokusuar të përfshijmë në listën e 25 dëshmitarëve kryesor okular të ngjarjes, në mënyrë që dëshmitarë tjerë pastaj të trajtohen varësisht të aspekteve procedurale siç e vlerëson edhe gjykata. Prokuror, e kam një pyetje. A ka në mesin e 21 personave për cilët ju keni ngritur aktakuz persona tashmë të vdekur? Çështja e personave të vdekur është një çështje që duhet të adresohet në aspektin procedural, ashtu siç e paraqet kodi i procedurës penale. Ka pas pretendime jo vetëm në këtë aktakuz, por edhe në aktakuza tjera, që disa prej spanderëve mund të jenë të vdekur. Ne si institucione punojmë vetëm në bazë të dokumenteve zyrtare. Dhe ne, në asnjërin prej rasteve, jo vetëm në Reçak, por edhe rastin e dëbimit, edhe rastet e tjera, në asnjërin prej rasteve nuk kemi dokument zyrtar të lëshuar nga një institucion zyrtar ku konfirmon që njëri prej këtyre personave ka vdekur. Publikimet që disa media shkruan apo i gjejnë nëpër Facebook apo në mjete tjera të publikimeve nuk janë informacione zyrtare, prandaj nuk mund të konsiderojnë të tilla. Po e kuptoj. Zotri Marina, du edhe një çështje me e diskutu me ju që është pyetja e fundit, duke pas parasysh kohën e limituar që kemi në dispozicion dhe keni ju në dispozicion. Duke pasur parasysh që kjo aktakuz është ngritur pas 2 dekadash, më intereson të di, se duke pas parasysh që po flasim në njërën anë edhe persona përgjith të cilve vetëm se ju ka ngrit aktakuza, po kemi edhe dëshmitar që në ndërkohë kanë vdekur. Ka qenë e vështirë mbledhja e dëshmive pas 2 dekadash? Ka qenë e vështirë, vazhdon të jetë e vështirë. Është një vështirësi që po na përcjell në çdo ditë, në çdo rast që ne punojmë. Por kjo nuk do të thotë se ne duhet të ndalemi. Ne do të punojmë me aq mundësi që kemi, me aq kapacitete që kemi. Sa do të jetë sfidues e epilogu duke pas parasysh që gjykimi do të ndodhë mungesë sipas gjitha gjasave? Për shkak se shumica e tyre nuk ndodhen në Kosovë. Po, gjykimi në mungesë është një standard i ri procedural dhe ne do ta ndjekim atë. Është aplikohet në shumë vende evropiane, jo vetëm tek ne. Në vlerësimin e Komisionit Venecias është konsideruar që është në harmoni me standardet ndërkombëtare. Dhe në fundit më mirë të kemi dikon të dënuar se sa dikon të dyshuar për të jetën. Pastaj, nëse vjen puna të ekzekutimi i gjykimit dënues nga ana e Interpolit apo agencisave ndërkombëtare tjera, është një çështje që do ta flasim në vonë. Zotri Ilir Marina, faleminderit shumë që u inkuadruat në emisionin Debat Plus për të sqaruar pikërisht deri ku ka arritur lënda dhe cilat janë sfidat e trajtimit të kësaj lënde, edhe një herë përgëzime për punën e bërë, edhe pse vonë është bërë, por fakt është një punë të cilën
e ka pasur mbi kompetencë edhe unë miku dhe Uleksi dhe nuk kanë qenë organet shtetërore të Republikës Kosovës, ato të cilat janë lejuar të merren me këto çështje. Faleminderit shumë për gjithë punën e bërë, prokuror. Faleminderit, Ermali, për shëndetësive.